dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Arrestohet drejtuesi i automjetit me të cilin u përplas dje motocikleta tek pushimi i shoferit ku humbi jetën 35 vjeçari që drejtonte motocikletën. Një aksident i rënd u regjistrua dje në aksin rrugor Fjershegan pushimi i shoferit ku përpasoj ka humbur jetën një 35 vjeçar. Ndërkohë sot, specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan drejtuesin e automjetit, shtetasin MP 61 vjeç, banues në fshatin Krutje Lushnjë. Sipas informacioneve, në aksident u përfshin një motociklet dhe një automjet tip Volkswagen Caddy. Ky i fundit po kryente një manovër për të kaluar në anën tjetër të rrugës me qëllim hyrje në banes, ndërsa në të njëjtën kohë motocikleta ka tentuar një parakalim. Përplasja ka qenë tepër e fortë, duke lënë të plagosur rënd drejtuesin e motocikletës, shtetasin Klevis Gjoni, i cili më pas ka ndërruar jetë në spital pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve. Në vendngjarje mbërritën menjëherë shërbimet e policisë rrugore, të cilat punuan për disiplinimin e trafikut dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të aksidentit. Sipas burimeve policore, dyshohet se shkak i aksidentit është bërë tentativa për parakalim nga ana e motocikletës, në momentin kur automjeti tip Caddy po kryente kthesën për në anën tjetër të rrugës. Fermerët në Myzeqe kanë kritika për skemën e re në bujqësi, pasi sipas tyre përfitimet nuk shkojnë tek ata që kanë më shumë nevojë. Skema e re kombëtare për fermerët është qesharake, pasi nuk na jep më shumë akses dhe mundësi, shprehen fermerët e fshatrave të njësisë administrative Leva në Fier. Asnjë skem nuk ka rezultuar mbështetëse për fermerët deri më sot, thot Syrja Metushi. Nga kjo skem nuk kanë përfituar fermerët që kanë realisht nevojë. Skema nuk mjafton për asgjë për çfarë themin. Ndërsa skema në aftës që ka hequr Ministri e Bujqësisë se kemi kërkuar ne si shoqat. U mblodhëm si shoqat sepse ne disponojmë tokat dhe pensionistat sepse ai është pension, është tërdit në ngeshën. Vete i bën ai letrat edhe merr për sapin e tij. Ne që punojmë tokat minim diku te 10%, pse më tepër jo. Po këta i kërkojnë kushtet si MBE për të na shfrytzuar, ndërsa për të dhënë nuk ka lidhje fare me BE. Ne s'dim nga të mbajmë, është një problem që nuk po e përballojmë dot. Kemi gati 1 vit e gjysmë që po punojmë edhe po dalim jek edhe me humbje po tush. Ndërkohë fermeri Ismet Gega, i cili kultivon me kultura të stinës 80 hektar tokë të marrë me qera, thotë se çmimi i lartë i naftës po e penalizon ndjeshëm. Neve na ka penalizuar shumë, sepse nafta ka vajtur 2240 sot, nga 1560 i ka qenë. Llogaritë i bie një 600 lekë për 1 litër. Ky është penalizim, domethënë shumë i fuqishëm për ne fermerët. Dhe ne ndjejmë shumë. Veç këtyren, neve na ka penalizuar edhe kushtet klimatike, për shembull dalja e lumit i ka përmbytur tokat edhe na ka dëmtuar shumë. Nuk kanë përfituar asnjëherë subvencione në kuadër të skemës, thot fermeri Lesh Marku, i cili vetëm gjatë muajit të fundit ka shitur 15 krerë lop, ndërsa 20 hektar tokë e marrë me qera ka mbetur djerr. Ne kena falimentu me gjë lloj drejtimi. 15 krerë lop i kam shitur para 1 jave, para 2 javësh, e çumptin s'ta mori kur. Shteti nuk na jep pas lloj shpenzimi, shpërblimi, se ne punojmë ne fshatarët e hanë qyteti. Mase e di Rama shkon e blen në Rusia, në Rumania, në Bullgari, ne nuk e di, ma në Serbi. Ne këtu na kanë ndruar me heq çdo gjë gjallë, ne në fshat punojmë. Ne këtu s'kena asnjë gjë tjetër. Lop, dhi, dele, derra, pula që mbijetojmë. Rroga as na jep shteti, as një lloj shpërblimi. Skemat kombëtare nuk kanë përmbushur asnjëherë qëllimin për përfshirjen sa më të madhe të numrit të fermerëve, thon ata, teksa i konsiderojnë të dështuara pasi nuk kanë plotësuar asnjëherë pritshmëritë reale që kanë fermerët në terren. Besimtarët katolik lushnjar festuan dje Pashkën. Don Mark Tusha ndau mesazhin e paqes, dashurisë dhe solidaritetit në familje dhe komunitet. Të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe deputetët e zonës. Në kuadër të festës së Pashkëve katolike, besimtarët katolik të qytetit të Lushnjës kremtuan dje meshën e shenjtë, e cila u zhvillua në kishën e shenjtëve Pali dhe Pjetri.
Mesha u drejtua nga Don Mark Tusha, i cili në fjalën e tij theksoi rëndësinë e kësaj dite të shenjtë, duke e cilësuar Pashkën si simbol të ringjalljes, shpresës dhe besimit tek Zoti. Ai u bëri thirrje besimtarëve që të përcjellin mesazhe paqeje, dashurie dhe solidariteti në familjet dhe komunitetin e tyre. Zoti të sjell paqen to, të sjell mirësinë, të ulë në gjakrat e njerëzve dhe etjen për pushtet, por të hapë rrugën e dialogut, paqes dhe të mirësisë. Bota gjithmonë ka nevojë për paqë, por jo më shumë se sot, në këtë ditë, në këtë kohë. Bota jonë ka nevojë për paqë. Prandaj me këtë ndjenja le t'i kërkojmë Zotit falje dhe ne, si jena pjesëtarë të kësaj lufte, me mendimet tona, me veprimet tona, me sjelljen tonë, sepse nuk jena të qetë, nuk jena të denjë, nuk jena të thjesht, nuk e kena të zemër të përvujt që me pranun njëri tjetrin. Le ta fillojmë pra duke kërku falje Zotit për vete dhe për gjitha ata njerëz që nuk din kur të kërkojnë falje, por kanë vetëm etje për pushtet. Në këtë mesh morën pjesë edhe kryetaria e Bashkisë Lushnjë Eriselda Sefa, nënkryetaria Maldrita Bardho, deputetët Elton Koreshi, Kiduina Zaka dhe Asloral Haxhiu, si dhe kryetari i Këshillit Bashkiak Erjet Dhima e të tjerë. Në përfundim të meshës, përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe deputetët uruan besimtarët katolik gëzuar Pashkën më shumë paqe, shëndet dhe mirësi në familjet e tyre. Në këtë ditë të shenjtë feste, dua të përcjell urimet më të përzemërta për besimtarët katolik gëzuar Pashkën. Kjo fest, e cila sjell mesazhin e shpresës, dashurisë dhe harmonisë për jetën, festa e ringjalljes, le të jetë një motivim për të forcuar sa më shumë solidaritetin dhe mirëkuptimin me njëri tjetrin. Dua të uroj të gjithë të krishterët, por gjithashtu edhe të gjithë qytetarët e Lushnjës sa më shumë paqe, begati dhe harmoni të kenë në familjet e tyre. Për gjithë besimtarët katolik, gëzuar Pashkën, paqja, begatia dhe mirësia mbi të trofsh në familjet e tyre, gëzuar Pashkën për shumë vjet. Uroj të gjithë besimtarët katolik gëzuar Pashkën. Kjo festë e shenjtë na rikujton edhe një herë fuqinë e ringjalljes, të besimit dhe të shpresës se pas çdo vështirësie vjen një fillim i bukur. Paqja dhe bekimi i Zotit mbi të roft në zemrat dhe gjithë familjet tuaja. Policia ka arrestuar dhe proceduar 6 shtetas për posedim të lëndëve narkotike, vjedhje, përndjekje, drejtim automjeti pa leje e të tjera. Drejtoria vendore e policisë Fier njofton se në 24 orët e fundit, policia e Lushnjës referoi materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetase NSH, 62 vjeçe banuese në Lushnjë, pasi dyshohet se ka vjedhur disa produkte në një market. Dhe specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Divjak referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen DM 35 vjeçe banuese në Durrës, pasi dyshohet se ka përndjekur një shtetas 38 vjeçar. Gjithashtu po nga këta specialist u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin KL 19 vjeç, banues në fshatin Dërmenas Fier, pasi drejtonte automjetin pa leje drejtimi. Ndërsa specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Fier arrestuan shtetasin FK 51 vjeç, pasi u konstatua duke kryer punime pa leje. Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve të DVP Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit ESH 35 vjeç banues në Lushnjë dhe EK 38 vjeç banues në fshatin Zharrës Fier, pasi nga kontrollet fizike, shërbimet e policisë kanë gjetur dhe sekuestruar sasi të vogël lëndë të dyshuar narkotike, kanabis e kokainë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Rriten pagat në 2025 dhe sipas statistikave punonjësit me paga të mesme të larta te kalojnë për herë të parë ata me paga minimale. Në vitin 2025, tregu i punës ka shënuar një zhvillim të rëndësishëm pasi për herë të parë numri punonjësve me paga të mesme dhe të larta ka te kaluar atë të punonjësve me paga të ulta. Sipas të dhënave, në fillim të vitit 2025, rreth 38% të punësuarve në vend pagueshin me pagën minimale prej 40.000 lekësh. Megjithatë, deri në fund të vitit, kjo përqindje ka psuar një rënje të ndjeshme, duke arritur në vetëm 12.6%. Ky ndryshim lidhet me disa faktorë kryesor si rritja e pagës minimale dhe dyfishimi i pagave të larta me mbi 120.000 lekë, formalizimi më i madh i ekonomisë dhe kërkesa në rritje për fuqi punëtore.
Ekspertët vlerësojnë se këto zhvillime kanë ndikuar në përmirësimin e strukturës së pagave dhe në rritjen e të ardhurave të deklaruara. Për herë të parë në 3 mujorin e fundit të vitit 2025, punonësit me paga mbi 120.000 lekë zon 16.2% të totalit të punësuarve. Ndërkohë, numri më i madh i punonjësve me pagë është në fashën 60.000 deri 95.000 lekë, e cila dominon 1/4 e të punësuarve me pagë. Nga ana tjetër, mbetet për tu parë nëse kjo rritje do të përkthehet në përmirësim të qëndrueshëm të mirëqenies për qytetarët apo nëse një pjesë e saj lidhet me ndryshime në deklarimin e pagave. Megjithatë, viti 2025 konsiderohet si një pikë kthese për tregun e punës, duke reflektuar një zhvendosje drejt pagave më të larta dhe një ekonomi më të formalizuar. S'na lejojnë provimin në Shqip, shpërthejnë protestat e studentëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut kanë paralajmëruar në 6 prill një protestë masive, e nxitur prej faktit që nuk u lejohet të mbajnë provimin e jurisprudencës në gjuhën e tyre amtare. Ky provim i domosdoshëm për ushtrimin e profesionit juridik si avokat, gjyqtar apo prokuror në praktik zhvillohet kryesisht në gjuhën maqedonase, edhe pse shqipja ka ligjërisht status zyrtar. Argumenti i studentëve është se kjo situatë krijon një pengesë për ta dhe shumë pabarazi, pasi kufizon mundësitë e tyre profesionale dhe ndikon drejt për drejt në përfaqësimin e shqiptarëve në sistemin gjyqësor të vendit fqinj. Kërkesat e tyre janë që provimi të zhvillohet plotësisht në Shqip me procedura të barabarta për të gjithë kandidatët dhe zbatim real të drejtave gjyqësore të garantuara me ligj. Protestën e studentëve ka mbështetur dhe nënkryetari i Partisë Bashkimit Demokratik për Integrim, Arber Ademi, i cili përkrau hapur aksionin e paralajmëruar të tyre të hënën në 6 prill, duke cilësuar një reagim të drejtë ndaj kërkesave legjitime. Studentët po protestojnë për të drejtën e tyre dhe kjo është një shenjë e nevojshme për të kërkuar zbatim të ligjit dhe drejtësi. Si profesori tyre, më dhimbsen studentët që i mësojnë për drejtësi dhe ligj, e sot duhet të dalin në rrugë për të kërkuar të njëjtën drejtësi. Si babai 2 fëmijëve që nesër do të jenë student, nuk mund të jem indiferent. Ajo që ndodh sot me studentët mund të ndodh nesër fëmijëve tanë. Si qytetar nuk mund të hesh përballë padrejtësisë. Do të jem në krah të tyre sepse ata po kërkojnë vetëm atë që u takon. Drejtësi, shkruan ai. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.